ndryshe në Top Albania. Tu me artistët shqiptarë shumë mirë. Para se të fillosh sërish me pyetjet, një falënderim për Max Optikën, ti e ke Xhan Maxin. Po Maxin patjetër, ne kemi ngënë dreka me Maximus. Tek të gjithë kanë mbaruar Black Friday vetëm në Max Optika. Jo, dëgjojeni mirë këtë vit kanë bërë diçka që nuk e kanë bërë asnjëherë. Çdo syze, po çdo model syzesh, dielli dhe optike vjen me ulje nga 20 deri në 70%. Ti ke syze, dëgjoj. Po unë po dëgjoj shumë. Deri në 70% ulje në qindra modele nga markat më të njohura ndërkombëtare, stil, cilësi dhe çmimet më të mira të vitit, të gjitha në një vend në Max Optika, dyqanet e së cilit janë kudo në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ku ka shqiptar, ka një Max Optika në qytetin e tyre, por blerjet janë edhe online dhe ju e dini që për pak orë ditë ju vinë në shtëpi delivery. Max Optika deri në 70% ulje. 70%, shumë mirë. Do më japësh palë syze se kam bërë kështu support. Syze kështu. Po syze. Aksi. Rovena Lule. Pra puna? Po, televizioni. Ulin çika të mikrofonin se më duket sikur ti zë ato sytë e bukura bëshelli. Është okay? Shile. Jo, ajo është kamera jote, Ro. E pash. Ti e ke këtu. Televizioni e ke parë ndonjë si opsion për ta bërë? Jo, asnjëherë. Pse s'pëlqen televizioni? Po nuk thash se s'pëlqen, thash se nuk e kam parë si opsion. Pse është impenjimi apo? Nuk e di, ndoshta nuk di ta bëj. Pse je kaq modeste kështu? Pse bësh? Nuk di ta bëj. Një gjë që s'di ta bëj se bëj fare. Sa rrit merrem se ke pas asnjëherë si alternativë për ta bërë, jo, ha? Dikur para shumë vitesh kur kam qenë shumë e vogël, kam pas një ofertë për të dhënë lajmet. Po vite, shumë vite para. Edhe e refuzova. Jo, s'ka qenë RTS, ka qenë një televizor tjetër. Privat, po. Po. Kanë propozuar ndonjëherë për të prezantuar festivalin e fundvitit? Jo. Po ty Salsana. Ja. Po ty Flori. Po Flori si ke punën me TV-shën ti? Shkëlqyer. Ja vitin Pse tjetër shka të vëshaja Flori? Po pra. Unë nuk kika, mua më mbaroi kontrata. Pyetja duhet ishte pse nuk t'i dhanë rrogat që duhet t'i jep. Pse s'ke marrë rrogën? Po ti jemi më. Jo, s'ka marrë. Sa rrogat s'ke marrë? 4 muaj Salsana. 4 muaj? Po. Po si ka mundësi një institucion që paguhet me taksat e shqiptarëve që ka buxhetin e sigurt nuk e proga, se kuptoj këtë. Duhet të di dhe unë dhe besoj të vendosi gjykata ditën e premte në orën 11:30. Ai ka premte? Dgjoj, nëse ka shkuar në gjykatë situata, do ta fitosh patjetër. Po, jam shpresë plot. Jam shumë i bindur sepse është një gjë që domethënë nuk qëndron, po. Kam bërë punën. Punosh 4 muaj mos paguhesh? Në kjo funksionon paktën në RTS kontrata ishte sezonale, pra unë kisha prej shtatorit deri në 31 korrik. Po mirë, kur mbaron një muaj, ti nuk thua pse s'po kalon rroga apo? Po pra, u bëra unë merak muajin e parë. Po thash, hajt mos e ndroj drejtoresha, ndoshta na japim, pyesim nëpër korridore, se as të priste njëri, e kupton? Shkoja për shembull te zyra trokisja, jo nuk është këtu, jo vjen pastaj. Mbasi mbarova muajin e parë, u bëra merakun se thash, po ika stomara s'të që punohet, po punoj edhe muajin e dytë. Dhe kështu pastaj shkoj zinxhiri situata. Për të marrë. Me të drejtën më duket shumë çudi, sepse un kam në Top Channel 18 vjet, besoj. Një ditë nuk ka ndodhur. Një ditë. Ju keni me datë 5 apo në datë 5. Okej. Dhe kur qëllon data 5 të shtunën, na hedhin datë 4. 18 vjet asnjë ndryshim nga kjo. Dhe gjynaf që një institucion shtetëror për fat keq. I bie që edhe një në ministrinë, po them, ministrinë e kulturës, mos marrë rrogën da 10 kur kanë datë 8 nëse nuk do drejtoresha apo. Nëse po Top Channel dhe Top Media kanë të qartë vizionin, burimet njerëzore, njerëzit janë. Jo, s'ka lidhje, po institucion shtetëror në administratë publike. Patjetër. Një televizion që paguhet me taksat e shqiptarëve, mos marrë rrogën në shkulmi, nuk e konceptoj. Kulmi është për një njerëz që del në ekran për ditë, sa edhe ti të punosh në administratë se merr vesh njëri. Që ke fakt që ti ke punuar për këtë gjë. E kuptoj. Rofti ku e me rrogën si pedagoge? Unë e marr në Universitetin e Arteve Tiranë. Sa vonë të e me rrogën ti? Në kohë. Jo, në kohë i marrim zakonisht, nuk e di diku nga fillimi muaj dalin. Se e ka 5 vjet se ka pa rrogën. Na vjen lajmërimi, as nuk diskutohet, të pos merr pjesa dy të puna doli rroga. Për të kthyer tek deti i thellë blu që mendoj që është aktuale edhe sot, si shfaqje, si tematik, si është gjithmonë. Unë besoj që po, vepra është shkruar diku në vitet 1952, mbas luftës së dytë botërore, por tema është shumë aktuale dhe deti thellë blu në fakt
flet për depresionin e personazhit kryesor, se është blue, Deep Blue. deep blue. Se sa për konceptin e detit, të drejt për drejt të detit. Edhe mendoj që shumë njerëz e gjejnë veten te dashuria, te pasioni, te humbja, te zhgënjimi, edhe te rigjetja e vetes. Sot ndoshta më shumë se atëherë. Shumë më shumë. Po jo, do vazhdo. përveç faktit që ka të bëjë me depresionin dhe Ama ska se lidhje me s'kemi kohë, detin mane, blu. 39, mos sa shpejt që iku, Po moj. ti a ke një det të thellë të preferuar blu? Do të thuash në si det apo Si det. si det kontekst, apo si depresion? Patjetër që po. Patjetër që po. Deti Kanës. Po deti jo, po s'është aq blu sa yni. Jo, Është më më i ku ka bukur më ky. blu se i bukur i jon. Nuk ka det më të bukur se deti jon. Po, okay, Rov ne të kalojmë në ca pyetje pa niveli themi, ne? Oh, pse? Po, përgjigjet janë me nivel. Që kemi vonë me vërtet Jemi vonë shumë. Pse do ka shumë kanën nga festivali apo? Jo, për te festivalit kemi kaluar kështu pushime të bukura her pas here. Vajza jote ka talent arti? Mendoj që mund të kishte shumë talent, ka studiu pak vite piano, ka një vesh absolut, po nuk do të bëhet artiste. Nuk do të bëhet artiste. Ti nuk është se i ngulmon apo. Çfarë studion vajza? Do të thënë, akoma ajo është në vit fundit në gjimnaz, po Në gjimnaz është? po është vit Unë fundit. digjesh vit parë shkollart. Jo, akoma, vitin tjetër. Biznes. Biznes patjetër. Nga babi domethënë, a? Flor, je ti një baba liberal? Kam menduar se mund të isha, po jo. Jo, ha? Ja, se besoj. Si bab goce që je, sepse dhe unë jam bab vajzash, kështu që nuk je liberal. Ja, do doja shumë të isha, domethënë kur e mendoja veten bab mendoja që unë do isha kështu, do isha ashtu, po Edhe unë kur e shumë shoh mendoj. tani që po rritet, kam ato Ashtu, ha? gjërat e mia. Do të kenë ndonjë dilema? Besoj se po. Do doje ti të kishe edhe një djalë tani që ke një vajzë? Ja. Jo. Vetëm një vajzë. Apo do doje prap një vajzë? Jo, jam shumë i lumtur me këtë vajzë që kam edhe. Okej. Do doje që vajza jote të bëjë aktore? Ajo do, po unë nuk dua. Ajo do, po Ai pse ka nuk shprehur do? dëshirën. Shumë mirë, shumë mirë. Po Shikoj ç'të tjetër. Të ngeli e varfër. Po pra. Vetëm nëse do martohet me të pasur, mund të kaq se. Rovena Lule, kush gatuan më mirë, ti apo bashkëshorti? Bashkëshorti. Se kemi provuar. Do ta Do provosh. shtoj një ditë. Kam qenë Shkoke ka te shtëpia atje. Kam qenë atje në plazh, atje ke deti i thellë blu. Aty. Opa, Aty do ta pa një ditë. Rov, më shumë shef televizor apo telefon? Televizor, Televizor? Netflix, Netflix, filma më shumë, ë? filma. Programe shqiptare shikon? Po kur kam kohë, po. Çfarë? Në fakt nuk shikoj, thjesht ato janë aty. Ato janë aty dhe ti mendon gjë tjetër. Unë shoh gjithmonë në mëngjes emisionin e mëngjesit në Top Channel. Sepse zgjohem herët, pi kafen, dhe gjithkohon e kam Në sfond. Gjë këtë kam pyetur për Merr dhe bashkët. informacion. Zakonisht kur ka një shfaqje ti shikon si publik, sepse un kam përgjigjen time, po të pyes një herë ty. Më shef një shfaqje dhe nuk të ka pëlqyer shfaqja. Është një aktor që s'ka pëlqyer fare. Shkon e jep dorën i thua bravo. Bravo, shumë mirë isha u Se kënaqja. mirë, kënaq. urime për punën. Urime për guxim apo për punën? Për punën, tani urime për punën do ta bësh sepse Se në ka kam të punuar. fundit ka punuar. Po. Kaq. Po thot ai për shkak si do duka. Ska i shkëlqyer. Po të Flore, po. Unë nuk e kam vesë kështu të shkoj pas krintave për të uruar. Mund të ndodhë që shkëmbejemi rastisht, mund të them urime, po jo. Por regjizorëve u takon të shkojnë sepse janë njerëz që punojnë me aktorët. Unë s'para shkoj ti takoj. A mos e gjithë e bëj, shumë mirë ishte kolegët më tas, jo pëlqen. kolegët. Po, me kolegët Shumë tas. bez betra ka bëj shfaqje që është shumë i dobët. Shkoj tu bravo të qoftë. Jo, Jo, more, jo, e shumë mirë masakroj. që më pëlqeve, mas 2 orësh jenë tavolinë. E çfarë ishte që kishe bërë ti? Skandal. Rov, ke një talent ti që nuk ta din tjerët përveç artit? Jo, Jo, unë nuk e di pse jam e talentuar, ë? absolutisht po. Faleminderit shumë. Jo, nuk e di, unë mendoj që dhe hobi dhe profesioni im është kjo Është që unë brenda bëj edhe Po ti nuk kam Flori, ndonjë talent. një talent që e Pa- ke ti një talent. Pas zbuluar? Jo, më i kam zbuluar I gjithë. ke zbuluar gjitha. Madje dua shumë të Je kem ti ndonjë pedagoge strikte apo liberale, Rovi? Varet nga rrethanat. Më shumë student thonë që jam strikte, pastaj të tjerë
thonë që jam Bes Bitraku për shembull, do thoshte ti je liberale, do e di çfarë do i kisha bëu unë ata, do i kisha ngel gjithë që në vit parë. Ti ke ngelur student? Po, ka rastisur që po. Kam si në çdo dek, si në çdo shkollë. Përjashtuar student. Përjashtuar, për shkak mungesës apo? Për shkak mungesës dhe refuzimit të rolit që unë nuk e di ka ngel në një student për shkak të besoj ka bërë të paftësisë për të bërë rolin, ose besoj, por për mungesa po. Për mungesa po. Vetëm për mungesa. Po sepse ata prishin punë, i prishin punë gjithë kursit, nëse njëri mungon i bie që mos bëhet provimi. Kështu që kush është aktori në teatr Flor që ty të bën qesh, që ti qesh me atë, si më thën në gjuhën shqiptare të 10 qesh. Kam filluar të qesh me Laert Vasilin shumë, po jo kur interpreton. Jo nuk ke, kështu kur bëj muhabet. Nuk e di më me ka jo. Edhe ta mendoj që mund të ishte sot Laerti, se ne po e flisnim që ishim tek aktor, tek teatri dhe te Bigu. Se mund të isha Laerti sot? Po ma, a folëm në dia apo ti? Do ishim kënaqur. Alo. Rov, të pëlqen Shqipëria për të jetuar ty apo ti do të jetosh jashtë shtetit, sepse i ke këto eksperiencat që shkon kanë her pas here, këto pushime ti bën jashtë shtetit. Përderisa jam këtu, i bie që më pëlqen shumë Shqipëria për të jetuar dhe nëse do zgjidhja ndonjëherë në ndonjë vend, jo në këtë moshë. Le të themi shumë herët, po. Minimalisht 20 vite para do jetoja vetëm New York. Ua, dhe unë këtë përgjigje kam thënë gjithmonë. Vërtet? Po. Pse kisha menduar Francën? I love that city. No. Pasi që ritmin e lartë. Flor, ty të pëlqen Shqipëria? Shumë. Çfarë të pëlqen më shumë Shqipëri? Mua më pëlqen gjithçka nga Shqipëria, kam vendosur që të jetoj në Shqipëri dhe mos largohem kur ishte mundësia për të larguar. Same. Dhe më pëlqen shumë udhëtimet e vjeshtës me motor, ti e di që unë jam pasionant i motorit, rrugët i ka fantastike, ti jep mundësi të shkosh nga mali në det për shumë pak minuta. Natyra është amazing. Natyra është fantastike, kështu që jam i dashuruar me Shqipërinë shumë. Keni plan të afërt kështu teatral? Plani afërt teatral po, domethënë pasi të mbarojmë shfaqjen e Rovit, Deti Thell Blu, do të luaj në shfaqjen e radhës në teatr, madje dje mora tekstin në gjyqin e Nurembergut, i vënë në teatr nga Zoti Kumbar, regjisor. Super. Pse ka qenë apo do vjet? Do të vjet tani, do të filloj puna shumë shpejt, po. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e castit. Ky ka kështu të mëdha këto gjërat, ë? Me shumë aktorë. Shumë aktorë, shumë, dhe janë kryesisht gjithë burra, domethënë me pak role. Gjithë burra. Gratë janë pushime, fjalë. Jo, po publiku do jetë gjithë gra. Bravo, nuk e kishim parë këtë. Është drama fortë. Mirë, marketing. Rov, ti ke ndonjë plan të afërt? Ti e ke planin sepse nesër fillon shfaqja prapë në Teatrin Kombëtar, deri të dielën. Nesër nga e mërkura deri të dielën ne jemi prapë në Teatrin Kombëtar. Nuk e di, nuk kam pyetur sot. Ne mund ta shohim, gjejmë në mundësi apo? Po do t'ju gjejmë ndonjë fest, ndonjë festë. Robi edhe njëri themi, datat e Deti Thell Blu janë 3, 4, 5, 6 dhe 7 këtë javë, dhe pastaj javën tjetër nga e njëjtë deri të dielën. Nuk e di, nuk e di 14 dhjetor. Jemi në Teatrin Kombëtar deri në datën 14 dhjetor. Është kthyer publiku në teatr apo vazhdon akoma ka mungesa? Jo, unë mendoj që publiku është kthyer fuqishëm në teatr. Unë mendoj që ka ikë ndonjëherë publiku nga teatri. Teatri Kombëtar në 6 muaj që lan pas, unë mund të flas me statistika Salsano, se kanë bërë specialistë marketingut, ka bërë 10.000 spektator. 10.000 në 6 muajt e parë. Domethënë që ka rritje që kam thënë drejt. Pra të sallë që është, sigurisht, pra që është 340 vende që publiku është rikthyer, i ka shumë qejf shfaqjet e teatrit. Është rikthyer, nuk ka ikur kurrë në fakt. Që se po i flisja, domethënë thjesht nga dëshira ime, si një jo një njeri që shkon rregullisht në teatr, por shkoj shpesh. Bileta duhet të jetë më e shtrenjtë. Absolutisht po. Dhe lekë biletave duhet i marrin aktorët dhe regjizorët. 1000 lekë minimalisht duhet të jetë 1000 lekë. 1000 lekë. Minimalisht. Kjo është e gjitha personale, duhet të jenë më shtrenjtë dhe lekët duhet të shkojnë tek ata që duhet të rikthehen në teatr. Po kjo duhet bëhet me VKM. Dikur ka marrë 90% më ishin aktorët dhe 10% me të shtetit, tani me gjitha shteti. Edhe pastaj mundohen aktorët të bëjnë një shfaqje private se ndryshe rroka do bëhen teleft shkretot nga shkojnë sa ndej këtej. Okej, jemi gati në fund. Fund fare. Po, do e kalojmë dhe këtë publicitetin që mos ta zgjasim shumë. Jo, do ta mbyllim ne tani sepse publiciteti ka kaluar dhe jemi për ta mbyllur. Rov, shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit juve, u kënaqa shumë. Edhe Flor, shumë faleminderit. Unë kisha edhe një rubrikë tjetër me ty, që në vend fjalës seks do vije fjalën regji. Po
Po nuk e bëra se s'kemi kohë. Nuk na doli koha. Bëje, flash. Ose mund të nxjerrësh ndonjë perl për rrjetet sociale. Mund të nxjerrë një perl thua? Po mua do të përdorosh për perë. Ja, e mbyllim këtu. Sepse Frodi ka bëj dot, sepse e ka me aktrinë. Po ti e ke shkruar tani. Ne ta kemi shkruar, s'ka gjë, do të them kështu. Shumë faleminderit. Po, do vi merës tjetër. Do vim herë tjetër. Në të tilla raste është problemshim. Faleminderit shumë sinqerisht për ftesën. Faleminderit dhe suksese Shumë shumë. faleminderit për ftesën. Dhe ne do takohemi të martën tjetër. Ne do takohemi të martën tjetër. Po. Lon, ti ke një detyrë shumë të madhe që të martën tjetër do bësh namin këtu në emision, shumë ka thënë. Unë do rri pushim, ti natën dhe nuk takohesh martën tjetër. Faleminderit shumë. Natën e mirë, faleminderit.